Suela, po ata që janë diabetik kanë probleme me sheqerin? Po varet nëse me diabetik. Ata mund të hanë kadaif më i. Kadaif Kadaif të kulluar. Një javë në vit ta teprojmë, sepse është një moment që festojmë gjithë bashkë. Po. Është një moment shumë i rëndësishëm, kështu që unë mendoj që për një javë çdo person mund të hajë baklavan. Po mirë, kur ham ne, ushqemi me ndërgjegje? Se tema e kësaj vënde është barku plot ndërgjegja bosh. Ne si shqiptar nuk e kemi këtë kulturë fatkeqësisht. Pra, kur ulemi ham në tavolinë, a na flet ndonjë çik ndërgjegja ne? Apo ham kështu pa e kuptuar fare? Nga mënyra se si ushqemi. A e shikojmë njëri tjetrin? A e bëjmë gëzuar duke parë njëri tjetrin me gotat drejt dhe me syt duke shkëmbyer shikimin që është shumë i rëndësishëm? Fatkeqësisht janë vakur këto gjëra. Jo, po ti ku e bën gjithmonë atë? Edhe madje edhe i mëson aty. Ti ku e bën, por vatrat shqiptare kanë ngelur. Është humbur pak faktikisht, nëse mund të... Ka shumë familje që kanë nga 2, nga 1 dhe fare. Janë vetëm. Po të shikoni natën e vitit 3, do keni plot apartamente që janë bosh dhe nuk kanë as dritat e ndezura. Kjo është e vërtet, fatkeqësisht. Kjo është për të ardhur keq. Ka rënë tradita, nuk është siç ka qenë. Se nuk festojnë në shtëpi, apo kanë hikur, kanë braktisur dhe shtëpi? Janë boshatisur. Janë boshatisur shtëpit, janë larg. Ashtu si në qytetin e studentit, që gumëzhinte, sot janë me kokra, ashtu se... Ti ku nga trishtuan, more? Po, shumë, po shiko, mblidhen shqiptarë, shumë ja nuk është, sepse mblidhen gjithmonë. Mblidhen të tiku? Mblidhen në presë, ja, dje, faktikisht, gjithë kjo javë, janë qënë, mblidhen shumë, vine dhe nga jashtë, ja, tani faktikisht ne që flasim këtu, po bëhen rezervimet e fundit, për ata që kanë ardhur nga jashtë. Atje ku ti ke prenotuar një tavolin për 6 veta, ata të marrin telefon, shikotën se na kanë ardhur edhe 10 tjerë nga jashtë, do t'i bësh 16. E ti s'ke ku t'i bësh, detyrohesh të bësh sardelen, pastaj ti ngjisësh atje me njëri tjetrin. Sa vjet keni ju që merreni me këtë punë? Po bëhet një 30 tani. Atëre, para 10 vjetëve dhe sot, si ishte xhiroja juaj? Ka ndryshuar totalisht çdo gjë, si para 10 vjetëve, si tani, edhe nuk ka të bëj ajo. Ka të bëj më shumë që njerëzit sa vinë edhe mendoj unë po i largohen kësaj. Jo, vetëm po i largohen kësaj, po nuk ka më njerëz. Po nuk flasim për atë, ne po flasim që ata janë tani. Ata janë këtu tani. Ata që janë. Këtu do mbështiten tje, sarë që janë, akoma jemi në strategji.